Ku është brigada 2? Atje. Isha mësuar që në fëmijëri me zhurmat e portit. Me zilet e vinçave që me kratë metalik shvendosin mallrat, nga mbarët e anijeve në kalat, me një lëvizje të përreshme që s'ndalon kurrë. Kush brigada 2? Brigada nëmër 2 ka qenë turi dhe nese dhe turi parë, për i bja njekë. Një ditë si mbarova gjimnazin, u gjenda në mes të punëtorëve dhe marinarëve. Kërkoja brigadën e dytë, por ishte tepër vështirë ta gjeje në mes të 50 e ca brigadave që ka porti i Durrësit. Të nesërme në ngrita më herët se zakonisht dhe me një shqetësim të brendshëm. Për brigadën që do të punojë më kishin thënë që nuk ka llafe, punojnë shumë, kanë disiplinë të fortë, kurse unë e filloja punën për herë të parë. Recep, juve sot do punoni në anijën Partizani, a marrin numër 2 Shkarkim Tuba, e cilët duhet marroj sot pa tjetër. Dakorte? Ditë e mirë. Shoku Todi, problem tjetër kemi anijën Tirana, a marrin numër 3, cilën ngarkon Bitum. Si me ndoni cilin saktojmë? E marrën shoku Meti. Si me ndoni? Dakor. Mirjes Mirandës. Shoku Petrit. Mirandi do të vijë të kryejë stazhin në brigadën tuaj. Petrit Jakubi. Brigaderi brigadës. Rangama. Agjestina. Shmon Lori. Ramazan Kiptiu. Lutfi Selim. Albert Xhabesi. Imir Arabi. Ligorista. Kadri Gramshi. Është Sajzeri do punon në brigadën tonë. Në tokë, Algjiu, Mera dhe Sajzeri. Për Vejla, Qizë Moshamov, Rema edhe Kadriu. Unë, Ligori, Ramazani, Enveri, Ludi dhe Gjasmani në vapor. Sa thjesht mu prezentuan. Më pritën si shokun e tyre të njohur. E mendoja një brigadë me njerëz fuqishëm, trup mëdhenj si brigadieri. Por jo, ata ishin tepër të zakonshëm. Kapiteni ka qenë shoku im, ka punon nga Kim Shkarkimi. Jo Hamal, punëtor nga Arkim Shkarkimi. Dikur kemi qenë Hamen. Hajde pak! Hajde pak, hajde! Hajde pak! Hajde! Që në fillim vura re se brigade 2 fillim pune e quante çastin kur nga ankesa hynte në ambarin e anijes, ndërkohë që brigadet e tjera vazhdonin të vinin në kalat. Gati, marrën din lajtë monter, Ludi kohër dini fuqi tjetër. Shpejt qune, se e brega tjetër. Shikon këte, kjo është i mekanizmi i thjesht. Bon punë shumë. Këte e ka shpik brigata e jonë. Para 4 vjetët i përmirësit fuqit i kapshim me ganxh. Vingji ngrinte deri 4 fuqia.
kurse tani 12 me një herë. Nuk ishin thjesht punëtor, por njerëz me shpirt krijues, teknik e racionalizator të mirë. Me shpikin e saj, brigada kishte rritur rendimentin 3 herë. Dhe këtë e tregonin aq thjesht. Haxhiu edhe Vejt shkojnë në Hamar, ndroj shokët e Hamarit se puna është pak më vështirë. Dakor. Gjasmani, Lutfiu, Ramazanit, një të nalë. Mja për sot, të gjithë e pare, u lodhe. Në çdo çast e ndije për kujdesin e tyre. Më rrinin pranë, më lesonin duke mbajtur peshat më të rënda për vete. Aq sa më vinte turp. S'ka gjë më thoshin. Ky është vetëm fillimi, do të mësohesh. Shafat bankinën e vjetër atje, që ka qenë portë e vjetër. Njerëzit më të varfër dhe më të përbuzur para shlirimit ishin Ahmet si Gjasmani, Kadriu, Haxhiu. Jetonin kasollet të varfra të ngritura përballë dallgëve, me ankthin e një pritje të gjatë. Prisnin shtu sillte fati i hidhur, shtu sillte deti. Një jetë të tërë në dhimbje, në padituri dhe mjerim. Numero elettrico, me regolo? Numero elettrico. E kisha harruar lodhin. Megjithse kisha vetëm një ditë me gjirin e brigadës, çuditesha si u lidhëm kaq shpejt. Dhe nga mënyra se si komunikonin me njëri tjetrin, vije re se ata ishin më tepër se sa shok pune. Në shtëpi, kur prindrit më pyetën për punën, u fola për Kadriun që kishte 14 fëmijë, për Petrit Jakupin, Gjasmanin e për të gjithë. U gëzuan njerëzit e familjes sime se gjeta shok të mirë. Ky shoku do vinë në brigadën tonë. Mirë se erdhe. Mirë, si dukesh. Bana! Punëtori i ri që sapo erdhi më thanë se ishte i parregullt. Bëte mungesa dhe brigadiri i tij donte ta largonte. Petriti i vullnetarisht kërkoi ta merrte në brigadën tonë. Ndonjëri nuk e pëlqeu këtë mendim, por ai nguli këmbë duke thënë se me njerëzit duhet punuar me takt e durim.
Ndoshta këtu qëndron sekreti i sukseseve të brigadës. Mendoja tek shija e ndjenja ato marrëdhënie të ngrohta që kishin anëtarët e saj në mes tyre. Secili kërkonte të shkonte në punë më të rëndë për të lehtësuar shokun që kish pranë. Pra, këtë përkujdesje nuk e kishin vetëm ndaj meje, por edhe ndaj njëri tjetrit. Quna, ne ambarin tonë e mbaruam. Do shkoj të ndihmojmë shokun ambarin tjetër. A jemi dakord apo s'jemi dakord? Kam si një biles, kam pak pushtu. Dakord, në shkosh. Agimi duke i urtë, dhe ç'është e vërteta punonte, por se ç'kishte bënte mungesa. Më vonë e morën vesh se ishte tifoz sporti. Nuk lindën ndeshje pa parë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Gjithë mira. Faleminderit. Faleminderit. Ku është Agim Piti? Atë ditë tek ndante detyrat, Petriti duke i shqetësuar, kishte diçka që nuk shkonte. Një shok kish lënë punën për sportin. Kush e di ç'do t'i punoj nesër Agimit? Thash me vete. Dhe ai kishte të drejtë. Mbase do ta largoj nga brigada. Ligori, Lutfiu, Enveri, Muharremi, Namar, Agjiu, Kadriu, Ramazani, Mirandin, Tokë, kurse Agimin, sot do alem tjerë. Po no, Vetëm kaq. Asnjë fjalë të rëndë. Asnjë qortim. Mos u habit, më thanë shokët. Petriti do ta preki në sedër Agimin. Do të hyjë në shpirtin e tij dhe do t'i arrijë qëllimit, patjetër. Ai është komunist. Sa më tepër njihesha me brigadën, zbuloi cilësi të reja tek anëtarët. Muharremi, veterani i portit, Kadriu, babai i mirë, Ligori vinte çdo ditë nga Kavaja dhe kaq vjet pas një mungesë në punë. Petriti, komunist i palodhur, ish delegat në kongresin e 7 partisë. Kur i ke njohur mirë, nuk të çudisin treguesit e punës. Brigada ka 2 pesëvjeçar që realizon një rendiment mesatar 135%. Punon për vitin 1984, shembull disipline dhe vetmohimi.
Kështu kaloi një vit. Viti i stazhit pranë kësaj brigade. Kaluan ditë të bukura të vështira. Vit ku unë mësova shumë. Nga këta njerëz të mirë, mësova ta dua punën. Mësoj edhe Agimi që tani është punëtor shembullor. Shok, e bëjmë këtë mbledhje për të bërë karakteristikën e stazhierit Miran Deveja, i cili ka kërkuar të ndjek studimet e larta. Kush e do fjalën? Me punën e tij, ai premton se të bëhet një kuadër me vlerë për partinë dhe popullin. Jam dakord me kërkesën e tij. Ai sjellshëm e edukuar. Nuk tërhiqet nga vështirësitë. Son respektin e kolektivit. Ai është i punëtor shembullor edhe jam dakord që të vazhdojë studimet. Dashur shok dhe shoqe, ne dikur ishim amet për budër. Partia në dha dritë, na beri njerë të dëruar. Dakord, Gjasma? Dakord. Derin e madh që na bën partia, ne do t'ja shpërbejmë me punë. Kështu e përgatiti Petriti fjalimin e tij për festën e brigadës. 5 vjet më parë, ata kanë marrë titullin e lartë Heroi i punës socialiste. Këtë përvjetore festuan me familjet e tyre, bashkë me shokët e brigadeve të tjera. Unë isha krenar për 12 shokët e mi, heroj. I edhe ti, Mirand, më tham të gjithë një zëri. Je i 13.